Nesër në orën 20 të mbrëmjes në sallën e madhe të Teatrit të Operës dhe Baletit është koncerti përmbyllës i një stine pjellore të Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, një stine të jashtëzakonshme me shumë koncerte simfonike, i duar trokitur dhe i mirëpritur nga publiku kryeqytetas dhe jo vetëm, por dhe i ndërkombëtar, sepse shpesh shumë turistë huaj që janë në Tiranë janë bërë pjesë e koncerteve tona. Dhe nesër do t'jenë bashkë Kori i Teatrit të Operës dhe Baletit, solistët, gjithashtu Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar, në një koncert që përmbyll këtë cikël të gjatë të përpjekjeve të orkestrës sonë të jashtëzakonshme, dhe me Blerë Taristanin, drejtoreshën artistike të orkestrës, do të flasim në minutat në vazhdim pikërisht për repertorin e këtij koncerti, pse Ludwig van Beethoven, cila ka qenë sfida më e madhe e kësaj stine koncertore dhe cilët do të jenë dirigjenti qoftë i orkestrës, qoftë i korit. Blerta, mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes dhe të falenderoj për këtë kohë në dispozicion. Janë ato minutat më efikase, në fakt më të mira që publiku të njihet me të reja tona. Praktikisht, ashtu si që prezantuat, ky do t'jetë fundi i sezonit artistik 2025-2026, ne ashtu ashtu është modeli i sezoneve artistike. Dhe në fakt me krenari e them që nesër do të luajmë simfoni numër 9, një nga kryeveprat botërore, natyrisht, një simfoni që edhe pse 200 vjet përpara është shkruar, është një himn sot, është simfonia e parë që ishte, më thënë, futi zërat në formatin e simfonisë, pra u kryua një simfoni korale, dhe koha e 4 që është Oda e Gëzimit, më e famshme më njohura, himni i Bashkimit Evropian sot. E mbështetur në fakt në një poezi të Friedrich Schiller, një poet gjerman. Ka mbetur sot himni i Europës që edhe për ne ka një sens. Është Oda e Gëzimit. Është vërtet, dhe ai titull i vendosur 2 shekuj më parë, më shumë se 2 shekuj më parë, është sot Oda e Gëzimit të shqiptarëve, sepse në aty duam të shkojmë. Në fakt. Aty e kemi patur ëndrrën, edhe përpara luftës së dytë botërore, edhe përpara luftës së parë botërore, edhe gjatë perandorisë osmane, duke nisur që nga historia jonë me Gjergj Kastriotin Skënderbeun, ëndra e shqiptarëve ka qenë gjithmonë perëndimi. Kështu që ku ka më bukur se sa Oda e Gëzimit ta mbyll stinën koncertore të orkestrës tonë. Eksakt, ka një gjë për cilën u përpoqëm shumë dhe do ta realizojmë. Ndërkohë që koncerti do të zhvillohet nesër në orën 8 të darkës në sallën e Operës dhe Baletit, jashtë do të kenë mundësi një publik i gjerë në sheshin Skënderbej të dëgjojë në audio live të gjithë çfarë zhvillohet, të gjithë simfoninë e 9, që është një kryevepër ta dëgjosh edhe brenda në sallë, po jo gjithë kanë mundësinë, kështu që ne menduam që salla është e vogël, nuk do të vinë zëri të gjithë. Salla është e vogël. Por e vogël në kuptimin e përmasës së saj që nuk mund të marrë më shumë se 1000 apo 2000 shikues. Duke menduar, po, që një orkestër e madhe, sepse do të jemi të bashkuar me orkestrën e operës, do të marrin pjesë kori i operës dhe baletit, solistët e operës, do të jetë në skenë do të jetë një staf i madh artistik të cilët do të realizojnë këtë simfoni. Është e vështirë kjo për të vënë në skenë në fakt, sepse vërtet kërkon një kast shumë të gjerë. Solist do të jenë Eva Golemi, soprano, Vikena Kameniza, mezzosoprano, Amadi Luga do të jetë tenori. Baritoni Artur Vera. Dhe Artur Vera. Se kemi patur në studion e programit Mirëmëngjes Shqipëri disa herë, sikur se kemi patur fatin të kemi edhe soprano gjithashtu dhe tenor të tjerë. E rëndësishme është kjo që theti pra, koncerti do të jetë sa brenda në sallën e madhe të Teatrit të Operës dhe Baletit, ashtu dhe jashtë për publikun që është i shumët në numër, dhe jam e sigurt që siç do ndiqet një ndeshje futbolli me ankth nesër përpara ndeshjes, kanë mundësi të ndjejnë muzikën e Odës së Gëzimit, dhe në sheshin Skënderbej do të gëlojë muzika e Ludwig van Beethoven. Blerta, rrugtimi juaj ka qenë shumë pjellor këtë vit, me një sezon të jashtëzakonshëm, me shumë koncerte, me performancat mira të jashtëzakonshme, dhe ju keni zgjedhur Beethovenin këtë vit që të ishte pjesë e të gjithë repertorit dhe ekspozimit tuaj instrumental, muzikor, vokal gjithashtu. Pse Beethoven? Ky sezon praktikisht pati titullin Sezoni Beethoven, sepse u realizuan më së miri të 9 simfonitë e Beethovenit, në çdo muaj ne vendosëm në skenë një nga simfonitë e Beethovenit. Kjo fal ides shumë të mirë që gjeti përkrajën absolute të stafit të orkestrës edhe drejtorisë përgjithshme
duke propozuar dirigenti Facundo Agudin, i cili është tashmë i vendosur në orkestrën tonë. Po, dhe ai e nisi me këtë lloj sfide për orkestrën, sepse vërtet është një sfidë, jo për të gjitha orkestrat e botës të realizosh një cikël të tërë simfonish. Dhe ja dolëm shumë mirë. Domethënë, në të 9-ta simfonit, të gjitha ishin një arritje shumë e madhe për orkestrën, një ngritje shumë e madhe profesionale, gjë që është më e rëndësishme. U mbushën sallat me kuriozitetin që ja i kaloje para, e dyta, e treta, domethënë është i vështirë për Beethoven, se publiku duhet ta kuptojë, që domethënë shkalla e vështirësisë për ta luajtur veprën e tij është shumë e vështirë. Është shumë e lartë. Publiku kupton se si evolon edhe krijimtaria e Beethovenit nga mozartiane që e shkruan fillimisht, pastaj heroike, domethënë të gjitha ato etapat e Beethoveni si një gjeni në simfoninë e 9 që ka shkruar në 1824 në luaj. Bëhen plot 200 vjet. Në 824 ishte tërësisht i shurdhuar, domethënë nuk dëgjonte. Mendo të është një gjeni që ka shkruar një kryevepër. Dhe mos të ketë mundësinë, si më thonë, që ta përjetoj live atë, dhe në fakt ajo pastaj do të jetë një nga kryeveprat botërore dhe e shijon gjithë bota dhe s'ka njeri që se nje, kjo është një arritje shumë e madhe. Aparte, do të përmendja edhe pjesën tjetër të sezonit artistik, e cila pati solist shumë të mirë. Ishte një sezon ne të brendshme dhe dim sa të vështira janë spektaklet dhe organizimet e koncerteve. Fal vazhdimisht mbështetjes së drejtorisë përgjithshme, po edhe insistimit dhe vullnetit të orkestrës vetë që dolën orë pa orë, paradite mazit. Orkestra nuk ka orare. Orkestra punon të shtunave, të dielave, paradite mazite, në varësi të solistëve. Vjen solisti, po themi vjen avioni mazdite, është e gatshme që të bëj provën në darkë. Domethënë, dua ta falenderoj vërtet orkestrën për gjatë këtij sezoni artistik që përballoi vërtet një gamë të madhe, edhe në pikpamje vështirësisë artistike, po edhe të ngarkesës spektakleve krahas me koncertet Stinës. Dua të falenderoj gjithashtu dirigentët që ishin pjesë e Stinës koncertale. Duhet falenderoj jashtëzakonisht shumë drejtoreshën Eni Vasili, sepse me të gjitha idetë e propozuara nga unë dhe idetë e propozuara prej saj, morën një zhvillim, dhe shkuan bashkë, edhe patëm vërtet koncertet jashtëzakonshme, fundin e vitit, ose spektaklet e tjera, Morricone, muzika Morricones. Prandaj thash, ka qenë sfiduesi gjithë sezoni koncertor që Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar ka zhvilluar. Eksakt. Ka qenë sfiduese jo vetëm thjesht nga pikpamja profesionale, por e peshës së përgjegjësisë që mori për disa ngjarje artistike dhe kulturore, që për Shqipërinë nuk janë pak, janë sfiduese edhe për orkestra dhe filharmoni shumë të përparuara në Europë. Natyrisht. Siç ishte kalendari Beethovenit që ju morët, apo koncerti Morricones, apo koncerti fundvitit, galat që orkestra juaj ka udhëhequr. Shumë e vërtet, edhe domethënë falenderimet i kam, më dalin nga zemra, sinqerisht, po. Kjo më bën, si drejtuese që, domethënë, e kam gjithmonë mendjen tek ajo ngritja e nivelit artistik të orkestrës, që për këtë sezon të ri kërkoj diçka më tepër. Domethënë, në planet tona, bashkë me dirigentin Facundo Agudin, kemi një sfidë tjetër, akoma dhe më të bukur, më inovative, si me thënë, edhe do të kemi vërtet një e kemi bërë kalendarin e Stinës 2026-2027. Nuk e zbuloj, në lërë disa surprizë. Vërtet, po do të kemi kryevepra të tjera botërore, krahas pastaj dhe spektakleve të propozuara, domethënë të gjitha aktiviteteve që do të vinë bashkë një kalendar të ndërthurë. Tani jemi më të fortë, tash jemi më të përgatitur. Jeni më këmbur tani? Po, jemi. Jeni më këmbur, jeni profilizuar edhe më shumë. Profesionalizmi gjithë se cilit për jush është bërë pjesë e një të tërë, dhe kimia që ka orkestra sot, e një trupe të plotë artistike dhe instrumentale, besoj ju bën
të sigur që mund të përballoni sfida koncertore? Orkestra është në një moment shumë të mirë, sepse mosha mesatare është shumë e re tashmë. Domethënë gjithmonë ai fluksi i ardhjeve dhe ka një të mesmetar ku nëse orkestra, me thënë, ka dhe eksperiencën, po ka dhe element, domethënë ka njerëz të rinj, ka orkestran të ri, është një moment i një moshë të bukur, mes pak rinisë të vonë dhe pak përvojës dhe eksperiencës gjithashtu. Koncerti nesër në Teatrin e Operës dhe Baletit është e rëndësishme t'ju them dashurmi që është falas. Gjithkush që e ka ndjekur orkestrën simfonike të televizionit shqiptar mund të shkojë nesër në Teatrin e Operës, sigurisht gjithmonë të paktën 20 minuta përpara se koncerti të nisë në orën 20 të mbrëmjes, për të ndjekur pikërisht këtë spektakël të muzikës instrumentale dhe simfonike të radio televizionit shqiptar, që vjen e mishëruar me të gjithë gjallërinë, pasionin dhe dashurinë e orkestrës simfonike në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit, ku Blerta dhe të gjithë të tjerë do të jenë sy e vesh për të ndjekur se si do të mbyllet stina koncertore. Tani kur dikush thotë që kemi ardhur në fund të një stine gjatë, ti bëre disa falënderime më herët, është edhe momenti për të thënë që cila është vështirësia më e madhe që do të ketë orkestra në muajt në vazhdim, për të përballuar këtë sfidën inovative që ju keni vënë vetes, apo për të ruajtur këtë nivel performance? Së pari një orkestra mbas gjithë këtij sezoni të ngarkuar do pushoj. Dhe të gjithë si e presin. Se ne gazetarët nuk kemi lidhur me fjalën pushim. Ne duam gjithmonë të ngacmojmë. Ne pushojmë në mënyrë kolektive, të gjithë. Edhe përdesa punojmë në mënyrë kolektive dhe pushimet. Natyrisht që nuk pushon asnjëri sepse të gjithë instrumentat do t'i marrin në përshpije, do studiojnë, do gjejnë atë kohën e tyre, ashtu siç bën një sportist që po e la se një muaj nuk është pak të lësh instrumentin unë e para, sa herë që lëviz violinën për çdo profesionist në çdo fushë, pasioni e udhëheq. Pa diskutim. Bashkë me pasionin vijnë dhe të tjerë. Po dhe meraku që në momentin që do filloj një koncert i parë, duhet jam në formë dhe kjo është në ndërgjegjen e çdo muzikanti në fakt. Por janë në dieni të një sezoni të ri dhe janë në dieni që do të ketë materiale shumë bukura artistike, edhe kjo për muzikantët është një gjë shumë e madhe, sepse janë shumë të motivuar kur ti i tregon se çfarë sa jam lodhur unë për të menduar idenë për këtë dhe gjej përkrajen e muzikantëve. Kjo është gjë e madhe në fakt edhe faleminderit shumë atyre. Patjetër, dhe shkon në harmoni e gjitha bashkë, një buqet e bukur njerëzish, përpjekjesh, pasioni, dëshirë dhe dashurie në fund për publikun, kështu që gjejmë rastin si programi Mirëmëngjes në Shqipëri. Ti urojmë suksese nesër Blertës, instrumentistëve, orkestrës tonë simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, për këtë sukses të këtij sezoni dhe stinë koncertore të jashtëzakonshme. Nesër në Teatrin e Operës dhe Baletit në orën 20, hyrja është falas. Kështu që nuk ka nevojë të nxitoni vetëm për të kapur kohën e saktë. Jeni atje 20 minuta përpara se koncerti të fillojë. Blerta, falenderit. Falenderit, Sonja. Suksese, i përshëndes të gjithë, solistët, instrumentistët, Fagundo Akudin gjithashtu që kanë qenë pjesë e programit tonë, gjithashtu në çdo hallkë dhe hap që ju keni patur të nevojshme, promovimin dhe mbështetjen e të gjithë Radio Televizionit Shqiptar. Stinë koncertore të mbyllur me sukses dhe pushime të mbara. Falenderit, jam shumë e lumtur. Okej. Ti qëndron aty, unë bashkohem me Kristin ndërkohë. Suksese Blertës, edhe pushimet mbara, se keni nevojë të gjithë pushoni. Ka të drejtë edhe për sportistët që thotë po të qëndro shumë gjatë pa aktivitet. Çdo profesionist në fushën e tij e di shumë mirë ku e ka merakun që thot Blerta. Ama dhe pushimi duhet bërë pushim. Po. Ta fikësh, Sonja? OFF. Bra. O fik fare. Jo anglisht, o fik fare. Ku ma gjithë këtë? Bukur. Ja, e nisëm edhe në javën, e nisëm dhe hënën, ditët po ikin një nga një, janë ditë të këndshme nga temperaturat. Akili tha që do t'jemi dhe këtë javë mirë, se i bëm atë parashikimin deri te barku javës, jemi mirë. Pastaj tentet premte çtu në diel. Pastaj s'ka problem se shkojmë në plazh edhe e nxjerrim vapën me detin. Kremi antidiellit. Bukur shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kështu që do të takohemi nesër në orën 6:30. Ju qëndroni me Radio Televizionin Shqiptar. Shihemi nesër për episodin e radhës të programit Mirëmëngjes Shqipëri. Ja lëm stafetën vajzave. Iva dhe Antoneta. E shumë e radhë, pasaj deri tek netët e botrorit, sepse është dhe java e fundit e botrorit, kështu që gjatë sa jave do të mësojmë edhe kush do të jetë skuadra kampione në fuqi. Mos na bëjmë zemër tani se hënë është. Kështu që të presim. Hajde Sonja, ikim neve? Po. Shihemi nesër në orën 6:30. Mirupafshim.